Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Të gjitha lavdrimet dhe falenderimet I takojnë Zotit ton. Atë ne falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. O Zoti jon, na ruajti ne nga çdo e keqe që vjen si pasojë e fjalëve dhe punëve tona të këqija. Atë që Zoti e ka udhëzuar në rrugën e drejtë, askush nuk mundet që ta humbasë atë, ndërsa ai njeri I cili ka mbetur në humbje si shkak I punëve dhe I fjalëve të tij të këqija, atë askush nuk mundet që ta udhëzojë përveç Allahut fuqiplot. Dëshmojmë me dëshminë më të madhe me fjalën La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu është I vetëm I cili e meriton adhurimin, bindjen dhe nënshtrimin, ndërsa Muhamedi a.s. është rob dhe I dërguar I Zotit. O vëllezër, o musliman, jemi sot në një ditë të madhe, në ditën e Kurban Bayram, që është një ditë feste për muslimanë. Dhe kur ju shoh kështu të qeshur dhe të gëzuar, bëhet qefi se është fest për ne. Prandaj qeshim dhe të gëzojmë. Jemi të lumtur se po përjetojmë një ditë madhe, një ditë feste për mbar muslimanët. Secili prej nesh e njeh Zotin e tij në formën e tij. Secili prej nesh e don Zotin e tij në formën e tij. Një prej formave më të mira që të shkosh tek Zoti jot është ngritja e durve, është lutja. Afrohu ke Zoti jot me lutje, duke ju lut Zotit tat. Allahu I lartësuar në një ajet kuranor na drejtohet dhe na thot: "Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib." Ujibu da'wata da'i idha da'a. Kur të pyesin ty njerëzit për mua Muhammed, për Allahun subhanahu wa ta'ala, thuj, unë jam afër. Unë jam afër dhe I përgjigjem lutjes së atij I cili më lutet. Lum për atë njeri I cili nuk I lutet krijesave, por I lutet Zotit tij. Lumë për atë njeri I cili nuk I qahet dhe nuk I ankohet krijesave, por I qahet dhe I ankohet Zotit tij. O musliman, mos u bëj I dobët, mos u bëj I përullët, e ke Zotin ta mbi 7 kaçet. E ke një Zot I cili mjafton të thot bëhu edhe bëhet. E ke një Zot I cili mjafton të thot do t'jap dhe t'jep. E ke një Zot I cili mjafton të thot do të kesh sukses dhe ke për të pas sukses. Mos ju përkull askujt, mos ju lut askujt, lut ju Zotit tat. Ngrit duar tek Zoti jot dhe lutu për veten tate, për shtëpinë tate, për familjen tate, për fëmijët e tu. Lutu për vendin tënd, për kombin tënd, lutu për mbar njerëzit. Allahu thot, let më luten ata mu, se unë do t'ju përgjigjem atyre. Dhe shpesh kur bisedoj me njerëzit, thonë kam të hall. I themi lut ju Zotit. Thot I jam lut. Por ka një dallim shumë të madh nga fjala I jam lut Zotit me lutjen konkrete. Të thush I jam lut Zotit dhe po thu o Zot mjep, edhe hajt kaloj puna, kjo nuk është lutje e sinqertë. Thush o Zot ma bëj këtë, e kaloj puna,
kjo nuk është lutje siç duhet. Kur ti lutesh Zotit tat, lutju nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit. Lutju me bindjen e plot që do të marrësh përgjigje. Lutju Zotit me bindje dhe me përulje dhe me sinqeritet që ke për ta marrë një përgjigje. Dhe vëllai do ta marrësh një përgjigje. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon dhe na thot, kur njeriu lutet, do të marrë një nga këto 3 përgjigje. E para, je lut për diçka, do të përgjigjet Zoti 100% i themin. Plotësisht në lutjen tënde, ato që e ke kërku do ta japi Zoti. E dyta, thot pejgamberi alayhis salam, nëse nuk të përgjigjet Zoti në lutjen tate, mos thuaj, s'po lutem mos se s'mu ka përgjigj. Jo, ke një përgjigje të dytë. Cila është përgjigja e dytë? Nga lutja jote, nga adhurimi jot që ke bën lutjen tënde, Zoti si shkak i kësaj lutje ka rujt nga një fatkeqësi që ka qenë caktuar për ty. Ti e lut shumë. O Zot, mjep këtë. Dhe Zoti ka caktuar një fatkeqësi. Allahu ta heq fatkeqësinë me caktimin e tij për shkak të lutjes tate. Dhe e treta, thot pejgamberi alayhis salam, nëse 2 të parat nuk ndodhin, ndodhe e treta. Cila është e treta? Ta ruan Zoti shpërblimin e kësaj lutje në ditë gjykimit. Subhanallah. Ti e lut një krijesë 1 herë, e lut 2 herë, e lut 3 herë. Thot, u bane i bezdisshëm, mos më lyp më, se s'tjap më. Kur ti e lut Zotin tat 1 herë, 2 herë, 3 herë, 100.000 herë, ai sërish thot, merr. Sërish thot, urna, o ti Zotni i dashur, o ti robi im, merr prej mirësive të mia të shumta. Po sa të shumta janë mirësitë mesin tonë. Po sa shumë na ka dhënë Zoti i gjithësisë dhe ne sërish jemi harraq dhe jemi prej atyre të cilët i harrojmë mirësitë e Zotit. O vëllezër, o musliman, lutja e sinqertë është prej cilësive të pejgamberit. Gjithë pejgamberët e Zotit kanë qenë prej atyre që e kanë lutë Zotin e tyre dhe në lutjen e tyre kanë marrë përgjigje nga ana e krijuesit të tyre, nga ana e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dikush thot, e kam lutë Zotin shumë, mos po mërzitet Zoti me lutjen time? Jo, vallahi billah, krijesat mërziten kur ne i lusim. Pejgamberi alayhis salatu wassalam na drejtohet dhe na thot, Allahu i lartësuar hidhërohet me robin e tij kur ai nuk e lut Zotin. Çfarë dallimi? Zoti hidhërohet kur ne nuk e lusim atë. Prandaj luteni Zotin tuaj. Lutuni Zotit tuaj sinqerisht për 3 gjëra kryesore. Luteni Zotin që t'ju fali gjunahet tuaj. Çdo njeri është gabimtar. Prandaj ta lutim Zotin na i fali gjunahet. Ta lutim Zotin që të na dhurojë xhenetin dhe e treta, ta lutim Zotin ton që të na ruaj ne nga zjarri i xhehenemit. Allahu na fal dhe na mëshiroj gjithë. E lutim Zotin ton, na fali ne, prindërit tan, të afërmit tan, të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lutja e njeriut bën çuditëra. Lutja e njeriut që ja drejton Zotit të tij, kjo lutje bën çuditëra. Një ngjarje e shkurtër e ndodhur në kohën e Musait alayhis salam. Një çift të rish shkojnë tek Musa alayhis salam dhe i thonë, oj dërguar i Zotit, ne nuk kemi fëmijë, nuk kemi pasardhës. Lutë Zotin që të na japi fëmijë dhe pasardhës. Shkon Musa alayhis salam, i cili bisedonte drejt për drejt me krijuesin e tij, dhe i thot, o krijuesi i gjithësisë,
o ti më madhështori, filan qift kanë kërku që ti t'ju dhurosh fëmijë dhe begati. I thot Zoti i gjithësisë, unë e kam caktu që për këtë qift nuk do të ketë fëmijë. Dhe ky është caktimi i Zotit dhe askush nuk duhet mërzitet me caktimin e Zotit. Çfarë ndodh? Pas një farë kohe, Musa a.s. e shikon këtë qift të rish me fëmijën për dorë. I kishte begatu Zoti i gjithësisë me fëmijë. Çuditet Musa a.s. duke thënë, po krijuesi më tha që s'do të kenë fëmijë. Çfarë ndodhi vallë? Zoti se ndron fjalë kur bisedon Musa a.s. me krijuesin e tij, i drejtohet Zoti i gjithësisë dhe i thot, o Musa, lutja e tyre nga thellësia e zemrës dhe e shpirtit më ka bë mu që ta ndryshoj caktimin tim sërish me caktimin tim, se asgjë nuk del nga caktimi i Zotit. Kjo është lutja e sinqertë, e cila i çan dyrët e qiellit dhe shkon lart tek Zoti i gjithësisë dhe mjafton që Allahu i lartësuar të thot bëhu dhe ajo menjëherë bëhet. Luteni Zotin tuaj sinqerisht, sepse asgjë nuk është e pamundur për Zotin tuaj. Luteni Zotin tuaj që të na fali dhe të na mëshiroj të gjithëve. Luteni Zotin ton që të na fali ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, gjithë besimtarët dhe besimtaret kudo që janë. E lutim Zotin ton që ashtu siç na ka bashkuar në këtë vende, na bashkoj të gjithëve në xhenetet e larta. Allahu na fal ne, prindërit tanë, të afërmit tanë, të gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Ata të cilët janë mirë me shëndetin e tyre, Allahu ja rrit shnetin dhe ja zgjat jetën në punët e mira. Ata të cilët janë të sëmur, Allahu i shërof me shërim të plot, që nuk ka smundje pasaj. Ata të cilët kanë vdekur, Zoti i fal dhe i mëshirof. Allahu i lartësuar na fal dhe na mëshirof të gjithëve. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Gëzuar Kurban Bayramin për shumë vite, Allah ju shpërblet gjithëve me të mirat e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allah. Shumë djetë. Allah të rrit për shumë vite.